kandidaturat e atyre dhe nuk ju intereson shumë bota për te shtëpisë tyre. Zoti Kulla, edhe një pyetje fundit kam për protestën për ta mbyllur. Ju thatë Rama futi besën, po ju thatë që dyshoni që ai ka lexuar te kanunin. Tani, nëse do qëndronim tek kodet zakonore, si do mbyllej kjo me kanun, së pari, dhe së dyti, sa mund të zgjas kjo teori e protestës kështu deri ndoshta në një ndryshim, pra si do vazhdojmë me tej? Ma thoni edhe një herë këtë problemin e lidhjes së kanunit? Po, Rama futi besën tani, po ju thatë që dyshonin që ai e ka lexuar dhe kanunin. Por nëse do kishte një zgjidhje me kanun, si do ishte kjo tani? Së pari dhe së dyti, si do vazhdoj kjo ecuria e protestës në shesh? Pra, si do kapitalizohet në fund? Sa do vazhdoj kështu? Apo mendoni që nuk do tërhiqet Rama? Kjo është pak analizë më të gjerë. Për sa i përket besës, si të shko, ju donit cili do jetë qëndrimi i popullit? Po, si mendoni në fund, si do mbyllet e gjitha kjo? Jo, në raport me kanunin, ju doni të dini... Sepse ai futi besën tani në lojë, kodet zakonore, u kthye te kodet zakonore. Por ju tha që ai edhe kanunin dyshoni që nuk e ka lexuar, po me kanun si do zgjidhej kjo në gjykimin tuaj? Kush si do zgjidhet? Situata në shesh. Shko, ai edhe një herë ta përsërit, nuk ka lidhje me kanunin fare. Kjo ishte një fjalë e bukur, se general do zgjodhi simbolikën. S'ka gjë brenda fjalimet e tij, nuk ka ide ai, e pam në fushat, e pam edhe. Ai zgjodhi simbolikën, një fjalë e bukur, që është vërtet. Shqiptarët nga natyra e kanë kulturën e besës, sepse ka pas një kod zakonor në veri, që ishte pak më brutal, më i fortë, ka pa dhe ju kanuni Drisullit. Që bëhet fjalë në kohën e Bizantit, sepse ai ka qenë një prift dikur. Dhe atje ka qenë më i butë. Si thoshte Gjeçovi që edhe në Gjirokastër thoshte, me kanunin zgjidhin problemet, kur s'kishte ligje. Tani, këtu është ka të ndishur drejtësia që është me etik kanuni në këtë shoqërinë moderne, s'ka më drejtësi. Si do vendoset? Këtu kemi të bëjmë me është njizur një revolucion. Ata njerëz nuk kanë dalë për sport atje në rrugë. Ajo protest ka aspektin psikologjik, ata kanë prindër me vete, ata kanë shok, kanë miq brenda jashtë. Këtu pam një protest e cila undes jo vetëm në Shqipëri, rrugët e Tiranës, por edhe në qytetet europiane ku ishte diasporë. Të gjithë këta, këtu ka një ndërgjegjësim ngadalë popullor. Ky nuk si po hiu drita në shpellë. Në shpellën e mafjas ka hir drita, ajo nuk mund të kthehet më mbrapsh. Ka hir drita, këtu është ndezur revolucioni. Që do zgjidhje ka, ai si e tërheqje. Ai duhet, thirrja ime është kjo, duhet të jap dorëheqjen, mos luaj me vullnetin popullor. Sepse njerëzit pastaj do shkojnë tek përplasjat e dhunën. Se europianët thonë, nuk duam dhunë, thonë gjermanët, nuk duam Molotov. Kanë kompleks Molotov nga ato lëvizjet e majta dhe ambientaliste në viteve 70-80. Dhe u shkruan një kompleks, nuk duan. Kjo reflekton edhe në komunikimet me opozitën, ka komunikime. Dhe këta po respektojnë, dhe nuk mund të vazhdojnë në pafund si kjo. Kjo është domethënë, sepse atëre përballemi me kapitullimin pastaj, me fatalitetin që do dorëzohen. Po ata skandale atje, që jam edhe unë një nga ata, nuk kam dalur për të kapitulluar, për të ngritur duar. Duart nuk ngrihen më. Atje shikohet kur do t'i ngrihet Edi Rama duart. Populli nuk i ngri duart më lart. Unë mendoj këtë se çfarë do ndodhi. Se edhe atje i ka
një konglomerat bindjesh, rrymash etj. Nuk ka rëndësie, keqja më e madhe është regjimi i Edi Ramës sot. Atë në gjykimin tim do ta zgjidh demokracia. Sepse kishte edhe një alternativë tjetër që unë besoja. Fakti që këtu erdhën ministri jashtë gjerman para disa muaj, sekretari i shtetit gjerman, ndihmës vëndës sekretari i shtetit, u takuan me drejtorin e ri të Spakut. I shprehën mbështetjen e tyre, shqetësimin e tyre. Nuk e di, ndoshta edhe presionin e tyre se këto janë bërë publike, po. Unë mendoj se aty ka pas dhe ka shqetësime serioze në Europë, në botën perëndimore për regjimin e Edi Ramës në Shqipëri. Ka shqetësime. Po shikoj që Spakun e ka zaptuar. Ne kemi shembullin e Belindës, që ai e vërdallos andej e këtej nuk i ndjek atë rrugën ligjore që duhet bjekti, por tërmet se mos Edi Rama shikojnë interesin e tij, nuk propozon atë që atë vazhdoj mandati tyre dhe për 3 vjet, këtu është halli i tyre. Ta merren me problemin e tyre që ajo mund të zgjidhej. Mund të zgjidhej, mund të aktivizojë edhe disa segmente të komitetit ndërkombëtar për të dhe mund të zgjidhej. Kjo s'mund të është investuar për të. Spaku s'bën më gjë. Spaku për mua është në gjumë, punon për pushtet. Është bërë një beden në mbrojtje të pushtetit. Unë kam pas disa shkrime të her pas hershme, shpresova në fillim. Tani jam zemëruar më shumë se Spaku i Artit Dumanit që mban brenda ende Irena Gjokën, të dënuar me prova të ardhura me zyrtarisht nga Greqia që është e dënuar. Edhe dhe i Sorollati, i bjerë dhe gjitha. Bia që kanë dëtuar. Pra, situata këtu nuk mund të ndërtosh unë mendoj vetëm fundin që ai nuk do ta jap dorëheqjen. S'ka asgjë në gjakun e tij demokratik. Ai është jo autoritarist, ai është despot në mentalitet. Nuk e jep dorëheqjen. Por mendova se do ta jepte edhe për shkaq të protestave, të presionit që bën komunitetin ndërkombëtar. Ai nuk e jep, sepse ai ka alternativën e burgut përpara dhe nuk ka ku të vej më dhe të mos jap dorëheqje. Por ai nuk është më i madh se Shqipëria, nuk është më i madh se Europa, nuk është më i madh se bota perëndimore që tani Edi Rama është në syrin e ciklonit. Është çështje kohe. Mekanizmi pastaj kush do vi, si do vi. Unë jam për rrugën e demokracisë. Ai që të fitoj shumicën. Të gjithë duhet përfaqësohen, po sipas votave. Unë nuk jam të prishet kjo rrugë. Ky model. Kjo është parim, nuk është. Unë jam vetëm demokracia do ta zgjidhë problem. Zoti Kulla, këto kohë kemi pas 2 gjëra të bukura, jo vetëm protestën, por sigurisht diskutuam edhe pak më lart çështjen e filmit Christopher